Presidenti i Republikës Bujar Nishani është adresuar me një fjalim Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në kuadër të presidencës shqiptare. Kreu i shtetit është ndalur gjërësisht në aspiratat dhe angazhimet e Shqipërisë në zhvillimet e brendshme dhe të jashtme. Presidenti Nishani, pasi bërë një ekspozit të shkurtër të rrugtimit 100 vjeçar të shtetit shqiptar, foli për arritjet që vendi ynë shënon në këtë prag 100 vjetori. Vendi i rekordeve në shkeljen e lirive të njeriut është sot në timonin e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, këtij tempulli evropian të drejtave të njeriut. Shqipëria e njohur për armiqsinë e saj fanatike ndaj perëndimit është sot antare e Aleancës së Atlantikut të Veriut dhe aktualisht ndihmon me trupa për paqen në Afganistan dhe Gjet. Dikur një vend tërësisht i izoluar tashmë pret me besim marrjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian, bazuar në merit, ndërsa qytetarët shqiptar lëvizin të lirë pa viza në Europë. Dikur nga një vend me ekonomi thellësisht autokratike është ndëruar sot në një ekonomi tërësisht dinamike të tregut të lirë. Sot vendi im përballon suksesshëm ndikimin e krizës globale ekonomike dhe financiare, duke shfaqur një rritje pozitive ekonomike dhe financiare, rrjedhoje politikave të matura makroekonomike, reformave të mirë strukturuara, liberalizimit të tregtisë, klimës së sipërmarrjes dhe një sër reformash të tjera të guximshme të ndërmarra në këtë sektor. Këto hapa të konkretizuara, tha më tani Nishani para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, po realizojnë një ëndër të përjetshme europiane të shqiptarëve, një aspirat që vuri në lëvizje masat e studentëve dhe qytetarëve të cilët mbushën rrugët dhe sheshet me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, ndërsa më tej ai nënvizoi angazhimin e Shqipërisë gjatë presidencës së saj të Këshillit të Evropës. Presidenca shqiptare e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës na jep një shans të madh për të dhënë kontributin tonë në këto fusha, duke çuar përpara arritjet e kryesive paraardhëse, si dhe duke kontribuar me vlerat më të mira të vendit tonë. Me politikën e saj të matur dhe të moderuar, Shqipëria luan një rol stabilizues në rajon. Ndonse një komb i vogël, Shqipëria mund të japë një mesazh të madh. Toleranca dhe armonia fetare, një veçori unike shqiptare, është një model i bashkëjetesës në diversitet. Sakrifica e shqiptarëve shpeshherë shumë përtej mundësive dhe kapaciteteve të tyre për të mbrojtur hebrejt që kërcënoheshin nga rreziku i zhdukjes, është një shembull eklatant se si një komb i vogël, por me zemër të madhe mund të bëjë diferencën. Kosova zuri gjithashtu vend në fjalën e presidentit Nishani për të cilën ai kërkoi edhe ndihmësin e Këshillit të Evropës për të asistuar shtetëndërtimin dhe konsolidimin e pavarësisë, e gjitha kjo në shërbim të paqes dhe stabilitetit në rajon. Kosova duhet të jetë një zonë e sigurt për të gjithë qytetarët e saj, ku standardet e Këshillit të Evropës të forcohen në mënyrë të vazhdueshme, ku instrumentet kryesore europian të aplikohen plotësisht, së bashku me mekanizmat e tyre të kontrollit. Pozicioni ynë është fare i qartë. Republika e Kosovës është tashmë një realitet dhe një faktor stabiliteti në rajon, i cili ka hedhur poshtë çdo skepticizëm. Çështja e statusit dhe integritetit territorial janë dy kapituj të mbyllur. Ne jemi për një antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës, sepse vetëm në një rast të tillë, qytetarët kosovarë do të përfitonin maksimalisht nga standardet e Këshillit të Evropës dhe do të kishin akses në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut. Dhe këtij synimi, për të parë drejt të ardhmes, si shërben edhe rinisja e shpejtë e bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të ndikonin në normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis këtyre dy shteteve. To the European Court of Human Rights. Në fund të fjalës së tij, kreu i shtetit vlerësoi rolin e veçantë dhe kontributin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në ruajtjen dhe promovimin e vlerave themelore të organizatës në vendet anëtare të këtij organizmi dhe më gjërë. Shqipëria mori presidencën e radhës të Këshillit të Evropës në 23 maj të këtij viti dhe mandati i saj mbyllet në 9 nëntor.